Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të serisë së videove shpjeguese rreth bazave më kryesore të secilës lëndë prej lëndëve që trajton feja islame, dhe sot inshallah do të trajtojmë lëndën e hadithit, sërish në mënyrë shumë të përgjithshme. Pika e parë për sot thot: hadithi trajton traditën profetike e cila përfshin në vetvete 4 gjëra: fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, veprat e tij, miratimet e tij dhe cilësimet që i kanë bërë atij të tjerëve. Mund ta themi ndryshe, përshkrimet që kanë bërë sahabët për të, qoftë në mënyrë fizike ose në mënyrë shpirtërore në çështjet që kanë bënë me sjelljen e tij. Më pas pika 2 thot: ajo na sqaron më mirë Kur'anin. Pra kjo si lëndë në vetvete, qëllimin e saj kryesor ka që ta zbërthej Kur'anin në një mënyrë akoma më të detajuar nga ç'mund ta kuptojë një person kur e lexon atë vet pa ndihmën e haditheve. Pra na ndihmon për ta kuptuar Kur'anin më mirë. Dhe ne e kemi përmendur më herët pjesët përbërëse të saj që u përmendën në pikën e parë, dhe secila prej tyre ka rëndësinë e vet në momentin kur nxirren gjykimet sheriatike. Më pas pika 3. Ajo jep edhe gjykime shtesë. Pra është e vërtetë që ne po themi që hadithet na shërbejnë për të kuptuar Kur'anin më mirë, porse nuk shërbejnë vetëm për këtë. Shërbejnë edhe për të sjellë gjëra të tjera shtesë të cilat në Kur'an nuk përmenden. Pra në vetvete, ashtu siç e konsiderojmë Kur'anin shpallje prej Allahut, të vërtetë absolute, të pagabueshme që nuk ka asnjë gjë të pasakt në të, në të njëjtën formë i trajtojmë edhe hadithet. Pra edhe ajo çfarë na vjen prej profetit sallallahu alaihi wasallam konsiderohet po aq e pagabueshme sa dhe Kurani dhe po aq shpallje sa edhe Kurani. Dhe nëse një informacion përmendet në hadithe po ndërkohë nuk trajtohet fare në Kur'an, atëherë ai sërish konsiderohet pjesë e fesë, një lloj sikur të ishte përmendur edhe në Kur'an pa pasur asnjë ndryshim në nevojën për ta zbatuar dhe për ta besuar atë lloj informacioni. Dhe kjo në vetvete na tregon që hadithet kanë një rëndësi shumë të madhe në fenë islame, dhe lënia e tyre mënjan ose anashkalimi ose shpërfillja e tyre është diçka jashtëzakonisht e dëmshme për fenë islame, për diturinë fetare, dhe mund të themi që është një gabim fatal që të mos e marrësh atë në konsiderat në momentin që dëshiron të nxjerrësh gjykimet fetare për një çështje apo për shumë çështje. Pra nuk mundet që ti anashkalosh dot hadithet, dhe anashkalimi i tyre që po bëhet në ditët tona dhe është bërë në momente të ndryshme nga grupe të caktuara, të cilat pretendojnë se nuk duhet të merren në konsiderat hadithet, kjo në vetvete është si të ndërpresësh ujin që nga burimi. Dhe është diçka e ngjashme me atë që bëjnë sekte të tjera që ofendojnë figurat e sahabëve, të cilët në vetvete janë transmetuesit e haditheve. Pra të dyja këto lloj qëndrimesh në fenë islame konsiderohen ndërprerje e ujit nga burimi, sepse nga aty buron feja. Në rastin konkret i bie të ndërpresësh fenë nga burimi. Dhe po ndërpreve fenë nga burimi nuk ka kuptim asgjë prej asaj që besojnë dhe praktikojnë njerëzit, qoftë në ditët tona ose qoftë në brezat e mëparshëm. Në vetvete kjo bie ndesh edhe me logjikën, përveç se bie ndesh edhe me fenë, sepse të gjitha argumentat fetare dhe logjike të çojnë të besosh që duhet të merret në konsiderat edhe tradita profetike plotësisht. Më pas, pika 4 thot: pjesa e parë e saj është baza e dytë për nxjerrjen e rregullave të arabishtës. Ne përmendëm në videon e kaluar që Kurani është baza e parë për nxjerrjen e rregullave të arabishtës. Në rastin konkret, fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam janë baza e dytë
për nxjerrjen e rregullave të arabishtes. Ashtu siç thamë te video e kaluar, nuk formulohet Kurani si lënd duke u bazuar tek arabishtja, por arabishtja formulohet si lënd duke u bazuar te Kurani. Të njëjtën gjë themi edhe tek hadithet, te fjalët konkretisht të Profetit sallallahu alaihi wasallam, themi që nuk formulohen ato si lënd duke u bazuar tek arabishtja, por arabishtja formulohet si lënd duke u bazuar tek ato. Pra nëse një mënyrë të shprehurit e gjejmë në një fjalë, një fjali apo në një shprehje që ka përdorur Profeti sallallahu alaihi wasallam në kohën e tij, atëherë themi që automatikisht kjo është pjesë e gjuhës arabe dhe kjo na shërben për të nxjerrë rregullat e gjuhës. Dhe bazat e tjera i përmendëm në ligjëratën e kaluar, ashtu siç kemi përmendur në një ligjëratë akoma të mëhershme, që hadithet ose tradita profetike është baza e dytë për nxjerrjen e diturisë fetare. Pra që ka bazë edhe për nxjerrjen e rregullave të gjuhës, por edhe për nxjerrjen e rregullave të fesë. Dhe kjo e dyta është akoma më e rëndësishme se sa e para. Kështu që duhet që ne ta vlerësojmë një vlerësim maksimal traditën profetike. Në fundit çdo gjë që ka të bëjë me Profetin sallallahu alaihi wasallam vetvetiu ka një vlerë shumë të madhe për muslimanët, sepse ai është referenca jonë, ai është shembulli jonë të cilin duhet ta ndjekim me besnikëri në çdo hap. Dhe ai në fundit është shembulli më i mirë që ekziston për gjithë njerëzimin, sipas këndvështrimit ton. Në ditët tona jemi të vetëdijshëm, qoftë ne si musliman, qoftë edhe njerëz të tjerë që nuk i përkasin fesë islame, jemi të vetëdijshëm që janë përhapur shumë shembuj negativ në botë. Dhe kjo në mënyrë të qëllimshme dhe jo në mënyrë të rastësishme, jo gabimisht. Dhe këto shembuj negativ janë përhapur gjithandej, po sidomos në qytetërimin perëndimor, në Europë ku ne bëjmë pjesë, edhe në Amerikë në veçantë. Dhe është bërë gjë e zakonshme që njerëzit, sidomos ata që janë më të rinj në moshë, të pëlqejnë ose të admirojnë ose të shikojnë me mahnitje disa figura që janë totalisht negative. Totalisht negative në sjelljen e tyre, në moralin e tyre, në mënyrën se si jetojnë jetën, në veprimet që bëjnë, në fjalët që thonë. Pra, janë beterë nga çdo anë, ngado që ta kthesh. Ndonse mund të jenë njerëz që mund të kenë pasuri, mund të kenë famë, mund të kenë pushtet, mund të kenë sukses në disa gjëra. Mirëpo, gjithë këto gjëra që ata kanë, u kanë ardhur nga njerëz të tjerë me agjenda shumë negative për njerëzimin, gjë të cilën do ta trajtojmë në vazhdim, por jo në këtë video që jemi duke bërë aktualisht. Ndërkohë, ne nuk kemi ata si referencë, përkundrazi i refuzojmë totalisht dhe i ftojmë edhe rinin edhe të tjerët që t'i refuzojnë, dhe referencë duhen pasur ata të cilët ja kanë dedikuar jetën e tyre shërbimit ndaj njerëzimit, edukimit të mirë të njerëzve, veprave të mira, bamirësisë, ndalimit nga veprat e këqija, ndalimit nga çdo gjë që nuk e do Zoti dhe e do shejtani, dhe urdhërimit të çdo gjë që e do Zoti dhe urren shejtani. Pra, ata që janë në këtë linjë, ata janë shembulli jonë, dhe në krye të kësaj linje është Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne jo vetëm që e kemi për shembull, po e kemi krenarin tonë më të madhe në këtë jetë që ta kemi atë për shembull. Dhe e kemi nderin tonë më të madh që ne t'i ngjajmë atij në çdo gjë që është e mundshme. Mundësisht edhe në mënyrën se si ham ushqim, apo se si shkojmë në tualet, apo se si mësojmë, apo se si adhurojmë Allahun, apo në gjëra të mëdha apo në gjëra të vogla. Qoftë edhe në pamjen e jashtme, qoftë edhe kur ne rrisim mjekrën, përpiqemi t'i ngjajmë atij në pamjen e jashtme. Ndërkohë që kuptohet që gjërat që kanë bëjnë me moralin, me sjelljen, me veprimet janë akoma më të rëndësishme se pamja e jashtme. Por ne përpiqemi në çdo gjë që të jemi si ai. Kuptohet që askush prej nesh nuk mund të bëhet plotësisht si ai, por se sa më shumë që t'i afrohemi, aq më mirë është për ne në ditën e gjykimit. Dhe kuptohet që Allahut ja kërkojmë suksesin që të na mundsojë që t'i ngjajmë atij sa më shumë. Për këtë arsye është një rëndësie maksimale për ne që ne ta njohim dhe ta vlerësojmë traditën profetike, se përndryshe s'kemi se si t'i ngjajmë. Nëse ne nuk e njohim si ka qenë Profeti sallallahu alaihi wasallam, është e pamundur që ne të flasim si ai, të veprojmë si ai dhe të jetojmë jetën tonë si ai. Më pas. Pika 5. Hadithet janë gjithashtu të ruajtura nga Allahu. Pra, ashtu siç thamë që është Kurani shpallje,
pjesë e kësaj shpallje është që kjo shpallje të mos jetë e ndryshueshme në këtë moment që kjo shpallje dedikohet gjithë njerëzimit deri në fund të historisë kur bëhet kiameti. Dhe nëse Kurani konsiderohet për ne i pandryshueshëm dhe hadithet konsiderohen për ne të pandryshueshme. Dhe nëse Kurani është i ruajtur në mënyrë shumë besnike dhe hadithet po ashtu janë të ruajtura në një mënyrë shumë besnike. Më pas, pika 6, ato janë ruajtur në dy mënyra, me mësim përmendësh dhe me shkrim. Pra, e njëjta gjë që ne përmendëm në ligjëratën e kaluar edhe për Kuranin. Më pas, pika 7, koleksionet kryesore të tyre janë 6. Sahihu i Buhariut, Sahihu i Muslimit, Suneni i Abu Daudit, Suneni i Tirmidhiut, i Nesaiut dhe i Ibn Majahs. Ky është një nga klasifikimet që bëjnë dietarët e lëndës, porse e vërteta është që ka dhe klasifikime tjera. Për shembull, disa dietarë të tjerë kësaj liste me 6 koleksione i shtojnë edhe një 3 koleksione tjera. Ku mund të përmendim Muwattan e Imam Malik, Musnedin e Imam Ahmed ibn Hanbelit dhe po ashtu Sunenin e Imam Darimiut. Pra, ka qëndrime të ndryshme tek dietarët se kush konsiderohen si koleksionet më bazike. Po dhe këta që shtojnë këto të treja bien dakord që këto të 6 janë në krye të listës dhe më pas vijnë të tjera. Ndërkohë që ka edhe kategorizime tjera, sepse në fundit ka pasur shumë dietarë në brezat e parë të cilët kanë koleksionuar hadithe, kanë mbledhur të gjitha pjesët përbërëse të traditës profetike në mënyrë që t'i shërbenin në ruajtje së fesë në vazhdimsi për brezat e mëpasshëm. Dhe jo më kot, ne kemi marrë në konsiderat dhe kemi filluar në stafin ton përkthimin e një libri të rëndësishëm që është një koleksion i haditheve të sakta të profetit sallallahu alaihi wasallam me hoxhën tonë të nderuar nga Lushnja Alban Pukën. Kemi përzgjedhur librin i cili bazohet në 14 koleksione të vjetra, prej së cilave autori Ahmed Shami ka marrë hadithet e sakta të papërsëritura dhe të renditura sipas temave. Dhe ka nxjerrë si produkt një libër me 3 vëllime, të cilin ne po e përkthejmë për herë të parë në gjuhën shqipe dhe lutem Allahun na japi sukses. Pra, ai autori është referuar 14 koleksioneve që ka konsideruar si më kryesorët nga koleksionet e vjetra, ku bëjnë pjesë këto të 6 që ne përmendëm dhe të tjera përveç këtyre. Më pas, pika 8, koleksionimi është zhvilluar kryesisht në 2 brezat e dytë. Pra, këtu po flasim për mbledhjen e haditheve me qëllim ruajtjen e tyre, që është zhvilluar në kohën e selefëve, e cila më pas ka sjellë si produkt këto libra të cilët ne përmendëm. Më pas, pika 9, atyre u njihen zinxhirët e transmetimit dhe biografitë e transmetuesve. Pra, në momentin që ne themi që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu, apo ka vepruar kështu, apo ka dhënë një filan miratim, apo dikush prej shokëve të tij e ka përshkruar atë në filan mënyrë, në këtë moment ne po përmendim vetëm atë që quhet teksti i hadithit. Por ndërkohë ky tekst është i shoqëruar me një zinxhir. Është zinxhiri i tij i transmetimit. Dhe zinxhiri i transmetimit, nëse duam ta ilustrojmë, funksionon në këtë mënyrë, që autori i njërit prej këtyre librave mund të ketë shënuar këtë tekst dhe thot: na ka transmetuar filani i biri filanit, nga filani i biri filanit, se ka dëgjuar filanin birin e filanit, se i ka thënë filani i biri filanit, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu. Pra, në këtë lloj forme organizohet mbledhja e haditheve ose koleksionimi i tyre. Zinxhiri më i shkurtër i transmetimit është me 3 persona. Ndërkohë që zinxhirët më të gjatë kanë një numër më të madh personash në përbërjet e tyre. Dhe për secilin prej këtyre personave, në mënyrë që hadithi të jetë i pranueshëm për ne, ta marrim në konsiderat që realisht ka ndodhur kjo gjë në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, duhet me patjetër që ne të sigurohemi
që biografia e secilit prej këtyre transmetuesve që janë brenda zinxhirit të transmetimit është e pastër dhe është e besueshme. Pra një person duhet të plotësojë minimalisht 2 kritere që t'i pranohet atij fjala në këtë fushë. Ndonë se këto kritere ngjajnë me pranimin e dëshmisë edhe në fusha të tjera, qoftë në gjykatë, qoftë në lëndën e historisë, qoftë edhe në një gjë të jetës së përditshme. Por se në lëndën e hadithit to kushte janë më të rrepta, më strikte, më serioze sepse po flasim për fen, e cila është numri 1 sipas rëndësisë mbi të gjitha gjërat. Pra një person duhet jetë i besueshëm në kuptimin që ai të njihet si njeri i devotshëm, të mos ketë ndonjë njoll në biografi, për shembull, mos ketë një gjuna për të cilin njihet apo mos jetë gënjeshtar apo gjëra të kësaj natyre, dhe duhet që edhe për nga memoria e tij, për nga saktësia se si ai i kupton gjërat dhe i transmeton gjërat, duhet të jetë i besueshëm. Pra duhet të jetë, siç emërtohet në terminologjinë e fushës, thiqatun. Dhe nëse nuk është i tillë çdo njeri prej transmetuesve që janë në zinxhir, atëherë nuk merret në konsiderat hadithi, nuk vlerësohet si i përshtatshëm për argumentim. Ndonë se mund të përmendet, mund të citohet që ekziston mundësia që të ketë ndodhur kjo gjë në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ama nuk e marrim dot të mirëqenë që themi ka ndodhur kjo gjë, për arsye se nuk plotësohen kushtet. Dhe këtë lloj veçorie që ne po përmendim për mënyrën e ruajtjes së dëshmive të ngjarjeve të kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam, kjo është një veçori që e ka vetëm feja islame dhe nuk e ka asnjë fe tjetër në botë. Pra nuk ekziston kjo dukuri e ruajtjes së dëshmive të ngjarjeve të kohës së një profeti të caktuar me zinxhir transmetimi veçse në islam. Asnjëra pa përjashtim nuk e ka këtë lloj veçorie dhe në vetvete kjo tregon edhe një herë në mënyrë logjike se çfarë përparësie ka Islami në krahasim me fetë tjera. Pra përfytyroje që në gjykat vjen dikush edhe dëshmon. A do pranoj dëshmia e çdo lloj personi vetëm se mund të na përputhet interesi me atë që ai thot? Logjikisht nuk mund të pranoj dëshmia e çdo personi. Po sidomos nëse ky nuk është dëshmitar okular, por e ka dëgjuar për shembull lajmin nga dikush tjetër, është akoma më e vështirë për t'u pranuar. Atëherë lind pyetja, si mundemi ne të besojmë diçka për një person të cilin dëshirojmë ta konsiderojmë si profet, kur lajmet rreth tij na vijnë nga dikush të cilin ndoshta biografia nuk i njihet. Ose këtij mund t'i njihet dhe mund mos jetë i besueshëm, ose mund t'i njihet, mund të jetë i besueshëm, por e ka marr lajmin nga dikush tjetër që nuk i njihet biografia, ose që i njihet dhe s'është i besueshëm, ose që i njihet është i besueshëm dhe e ka marr nga dikush tjetër. Pra, po nuk u bë analizat e zinxhirit të transmetimit, nuk merret dot lajmi për bazë. Dhe kjo është diçka që është logjik shumë e thjeshtë, ama duhet të aplikohet në çështjet e fesë më shumë nga ç'aplikohet në të gjitha gjërat e tjera. Ose nëse dikush prej ndjekësve të feve të tjera thotë që jo, nuk do ta marrim për bazë këtë gjë në çështjet e fesë, atëherë i themi okay, mos e merr për bazë as në gjykat, as në histori, në asnjë lëndë tjetër. Sepse ose do ta pranosh gjithmonë parimin, ose do ta refuzosh gjithmonë. Kuptohet që refuzimin se bën dot, atëherë duhet ta pranosh dhe duhet ta bësh akoma më shumë te çështjet e fesë. Nëse se bën dot, atëherë tregon që je në drejtim të gabuar dhe duhet të pranosh atë fe e cila është realisht shpallje hyjnore. Dhe në këtë moment, ne sërish si musliman përpiqemi që t'i bëjmë nderin personit përkatës duke e ftuar atë që të pranojë këtë të vërtetë. Jo pse kjo është rruga jon, po kjo është rruga jon nga që e kemi testuar që është e vërtetë. Dhe dëshirojmë që këtë të mirë ta ndajmë edhe me të tjerët. E lutem Allahun që të na ndihmojë që të bëhemi udhëzues dhe shembull i mirë për çdo kënd që bie në kontakt me këtë veprimtari që po kryejmë. Më pas. Pika 10 thot: ata janë dy llojesh sipas besueshmërisë, të saktë dhe të dobët. Pra hadithet e sakta ne i pranojmë dhe i përdorim më pas për argumentim, kurse hadithet e dobta nuk i pranojmë, thjesht i analizojmë, i njohim që kush janë këto hadithe të cilat nuk i marrim dot për bazë dhe thjesht i lëmë më njan. Sepse këto që lihen më njan as nuk pranohen dot, po as nuk lidhen dot poshtë plotësisht. Në kuptimin që
nuk themi dot me siguri që nuk ka ndodhur kjo gjë që përmendet aty, sepse mund të ketë ndodhur, se dhe ai që nuk është transmetues i besueshëm mund të ta thojë të vërtetën. Problemi është që ne nuk bindemi dot që ai po e thot të vërtetën. Për këtë arsye se përdorim dot për argumentim dhe thjesht e lëmë njan, as po, as jo, mbase është, mbase s'është. Pra duhet të qëndrojmë në gjykimin e duhur dhe jo të kalojmë nga njëri ekstrem në tjetrin. Për këtë arsye ka dhe dietarë të cilët në disa raste i citojnë hadithet e dobta, për shembull kur bëhet fjalë për transmetimin e vlerës së një vepre të mirë apo dëmit të një vepre të keqe. Për shembull, një vepër ne e dim nga argumenta të tjera të sakta që është e mirë. Po kemi edhe një hadith të dobët i cili tregon që kjo vepër e mirë ka një vlerë shumë të madhe. Dhe mundet që një hoxh apo një dietar ta transmetojë atë hadith të dobët në këtë rast, sepse edhe nëse ai nuk është i vërtet, vërtetësia e asaj gjëje vërtetohet me argumente të tjera të sakta dhe njëkohësisht nuk ka dëm tek xhamati sepse thjesht do të inkurajohet për të bërë një vepër të mirë më shumë. Në të njëjtën kohë, nëse një vepër të keqe i dihet dëmi nga argumenta të tjera, pra e dim që është gjë e keqe. E dim që s'duhet bërë. Por ekziston dhe një hadith i dobët që tregon për dëmin e saj të madh. Mundet që një hoxh apo një dietar përpara xhamatit ta citojë këtë hadith të dobët, dhe pse e di që hadithi është i dobët, posaçërisht për ta përforcuar largimin e xhamatit nga kjo vepër e keqe. Mirë po, edhe nëse ai hadith për shembull nuk është i vërtet, nuk ka ndodhur realisht ashtu ose nuk është thënë ajo gjë që përmendet aty, prapë nuk ndodh ndonjë dëm në këtë rast, sepse që ajo gjë është e keqe vërtetohet nga burime të tjera të sigurta dhe në të njëjtën kohë xhamati prapë ndikohet për mirë nga dëgjimi i tij dhe nuk ndikohet për keq. Me këtë lloj arsyetimi, dietarët në disa raste mund të citojnë hadithet e dobta dhe pse në rastin e përgjithshëm nuk merren për bazë në gjykim. Më pas, pika numër 11, këto kategorizohen në lloje të tjera. Pra nëse ne hyjmë në shkencat e hadithit, do të shikojmë që hadithi sakt ndahet në disa ndarje më të vogla. Hadithet e dobta ndahen në disa ndarje tjera më të vogla. Dhe mundet që ato ndarje të ndahen në të tjera në ndarje. Pra fillon çështja të detajohet gjithmonë më shumë. Më pas, pika 12, transmetuesit gjithashtu janë dy llojesh. Pra siç janë zinxhirët e transmetimit dy llojesh, edhe transmetuesit janë dy llojesh, se në fundit transmetuesit janë pjesët përbërëse të zinxhirit të transmetimit. Pra po flasim për njerëz, në rastin konkret për persona. Të besueshëm dhe të dobët. Pra, prezenca e një transmetuesi të dobët në zinxhir e bën gjithë zinxhirin të jetë i dobët. Nëse është më shumë se një i dobët, është akoma më problem. Vetëm kur janë të gjithë të besueshëm, bëhet zinxhiri i besueshëm. Dhe në ndonjë rast të veçantë mund të ketë ndonjë diçka që e pengon pranimin e hadithit edhe kur janë të gjithë të besueshëm. Më pas, te kjo që sapo tham, duhet të theksojmë që kjo mund të ndodhi për arsye se çdo kush mund të gabojë. Edhe një person që është shumë i zgjuar, shumë i devotshëm, shumë i ditur, shumë i mirë në shumë gjëra, mund të ketë shumë cilësi, virtyte, aftësi të dalluara, prapë është njeri dhe mund të gabojë. Dhe ne marrim konsiderat që kemi të bëjmë me njerëz, pra as nuk kalojmë në ekstremin që ti madhërojmë më shumë nga ç'duhet, as nuk kalojmë në ekstremin që ti ofendojmë, ndërkohë që ata janë njerëz përsëmbarje. Pra qëndrojmë aty ku duhet dhe i japim hakun secilit ose të paktën përpiqemi t'i japim hakun secilit. Më pas, pika 13, edhe ata ndahen në kategori më të vogla. Pra, një transmetues i besueshëm mund të mos jetë i barabartë me një transmetues tjetër të besueshëm në besueshmëri. Dikush mund të jetë më i besueshëm se tjetri. Sepse për shembull, dikush njihet që i transmeton gjërat saktë, ka memorie të mirë, ka mjaftueshëm zgjuarsi për ta kuptuar se çfarë ndodh në realitetin e jetës së përditshme, ka devotshmëri të mjaftueshme, nuk dihet që të ketë bërë ndonjë gabim publikisht. Mirë po dikush tjetër mund të jetë dietar i madh, mund të jetë i një kalibri akoma më të lartë. Mund të jetë adhurues i madh, me një devotshmëri më të lartë se sa ajo e të parit. Mund të ketë një zgjuarsi dhe mprehtësi shumë të veçantë që nuk e kanë njerëzit në përgjithësi.
kuptohet që të dyja palët janë për t'ju pranuar fjala, por ky i dyti është një grad më lart. Dhe ne kemi përmendur dhe më herët që Allahu i ka krijuar gjërat me hierarki. Nuk ekziston një barazi e plot në asnjë vend në realitet. Mund të ekzistojnë gjëra të parafërta, po jo të barabarta 100%. Dhe mundet që në një bisedë në jetën e përditshme të themi termin i barabartë për të dhënë një ide të gjës. Po dhe këto që quajmë të barabarta nuk janë 100% të barabarta. Mund të jenë për shembull 99% të barabarta. Ama ai 1% e bën që dikush të jetë pak më lart dhe dikush pak më poshtë. Kështu që në këtë lloj forme themi që nuk janë të gjithë transmetuesit e besueshëm një lloj, por as ata që nuk janë të besueshëm nuk janë të gjithë një lloj. Për shembull, nuk është një lloj dikush i cili gabon në një transmetim sepse nuk e mban mend mirë një fjalë, me dikë që gënjen qëllimisht. Përkundrazi këta janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Dikush është i mirë por gabon, dikush tjetër është i keq. Pra, i tillë është ndryshimi ndërmjet të dyve. Më pas, pika 14, hadithet shpjegohen gjuhësisht, lidhen me argumentat e tjera fetare dhe nxirren prej tyre dobit. Pra kjo është mënyra e zakonshme se si organizohen tefsiret e haditheve. Pra librat që shpjegojnë hadithet që na vijnë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Ato zakonisht ndahen në tema, u përmendet atyre zinxhiri i transmetimit, u përmendet teksti që ka sjell transmetuesi, i bëhet një analizë nga aspekti gjuhësor, secilës fjalë dhe secilës fjalie dhe kuptimeve të tyre. Më pas i bëhet lidhja me ajete të tjera që flasin për atë temë ose hadithe të tjera që flasin për atë temë ose me fjalë dietarësh që janë thënë në lidhje me atë temë dhe më pas listohen dobit përkatëse. Për shembull që nga filan hadith dalin për shembull këto 10 dobi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ose dalin këto 20 apo 30 dobi apo 5 dobi apo më shumë apo më pak. Në këtë lloj forme, parafërsisht studiohet edhe Kurani dhe në këtë lloj forme parafërsisht studiohet edhe hadithi në momentin që komentohen. Nxirren disa dobi në fund dhe këto dobi më pas shpërndahen tek lënda e akides dhe tek lënda e fikut për të përcaktuar dispozitat që ka secila prej këtyre lëndëve. Atje më pas renditjen me renditjen përkatëse. Tjetër renditje mund të kenë këtu, tjetër renditje mund të kenë atje. Ama janë pjesë të dyja lëndëve njëkohësisht. Më pas, pika 15. Kjo është lënda më e gjerë e fesë. Pra vetvetiu themi që kjo është lënda më e gjerë e fesë, për arsye se sikur të analizosh vetëm biografitë e këtyre transmetuesve, bëhet një sasi e jashtëzakonshme materiali. Sikur të analizosh vetëm komentet që i kanë bërë dietarëve, figurave të caktuara që janë pjesë e zinxhirëve, bëhet një sasi shumë e madhe materiali. Madje disa prej librave që kemi këtu mbrapa, të paktën ata që janë në raftet e mëposhtme, trajtojnë këto gjëra dhe janë libra shumë voluminozë. Kjo na bën të kuptojmë që të studioj dikush prej nxënësve të dijes në lëndën e hadithit dhe të dalim me rezultate të mira në atë lëndë, do të thotë që i duhet një vullnet dhe një durim shumë i madh dhe duhet një përqendrim shumë i madh, duhet që të kursej kohë në shumë gjëra që t'ia dedikoj kohën kësaj fushë dhe duhet të ketë një memorie shumë të lartë. Ne lutem Allahun që t'i ndihmojë të gjithë nxënësit e dijes që kërkojnë dijen me sinqeritet dhe t'i japi sukses. Ne lutem Allahun që të na ruajë nga gjunahet dhe nga gabimet dhe të na falë për ato gjëra që i bëjmë dhe ndoshta nuk kemi të vetëdijshëm që kemi gabuar. I kujtojmë shikuesit tanë që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.